Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi këtë të martë sërish në kuvend. Në kuvendin tradicional që ka prej muajsh që e bëjmë këtu për të martën dhe të premte. Natyrisht për të martën kemi një lloj tipologjie ndryshe me cilin ne komunikojmë me ju kudo që jeni dhe që besoj shumë prej reportazheve, bisedave që janë bërë në terren janë pëlqyer dhe kanë dhënë efektin e duhur për punën e njerëzve, për modelit që sillim, për bisedat e lirshme që bëhen dhe sidomos në terren janë gjëra shumë bukura. Para se të lançoj dy materialet që kemi për këtë të martë, du të them dy fjalë edhe për këtë javë. Është një javë e shënuar për Netsus.com, pra për platformën e internetit Netsus.com, e cila është në pjesën më të madhe të verilinjes së vendit dhe në Lezhë, në fshatra dhe në qytet, po ashtu në zonën e Kurbinit, në zonën e Mirditës, të Fusharësit, të Pukës e me radhë. Është 20 vjetori. Është një 20 vjetori i cili do të kremtohet ditën e premte. Ditën e premte me datën 13 shkurt. Do të jetë edhe emisioni Kuvend do të zhvendoset për atje, në një studio ku do sjell gjithçka live. Do ketë surpriza shumë të bukura. Mbi gjitha, kremtimi i 20 vjetorit e një platforme të tillë, ku është edhe Akrolis TV, është një eveniment i rëndësishëm jo vetëm thjesht për këtë platformë, por për komunitetet që mbulohen përmes kablorit, përmes internetit, pra me teknologjinë më të lartë që ka sot një platformë interneti në Shqipëri. Gjithsesi, po ja ulej surprizat pa hyrë në detaje, se do të jetë një gjë shumë e bukur ditën e premte, dhe jeni të ftuar ta ndiqni live pikërisht 20 vjetorin e platformës Netsus.com. Ndërkohë rikthehemi për këtë të martë cilat janë materialet. Materiali i parë është një intervistë me një djalë të ri që është nga Munazi i zonës së Rubikut, por që ka lindur në Greqi. Mua më pëlqejnë shumë sidomos fëmijët që mbase lindin në vende të tjera, si në Greqi, në Itali, në Amerikë, në Gjermani, me radhë, por ata e flasin bukur shqipen. Edhe prindit ja kanë mëkuar edhe traditën dhe trashëgiminë, por mbi të gjitha të folurit shqip. Kështu që unë jam kënaqur edhe vetë në bisedën teksa e ndiqja Ariel Tusi, i cili është në Kret të Greqisë, por pos punëve që bën si stilist, ai ka pasion muzikën dhe ka pasion muzikën moderne. Hip-hop, sidomos rrymin hip-hop, ka një emër loner, emër artistik, por më tej mund ndiqni bisedën për të kuptuar disa detaje të një artisti të ri të talentuar që ka lind në Greqi, por ai respekton rrënjët e të parëve të vet këtu në Shqipëri, pa në Mirdit, edhe për sa i përket familjes së babait, edhe të nënës së tij. Ndiqni Arielin, është bisedë shumë e këndshme. Jo, sonte unë jam me një djalë artist që vjen nga emigracioni, dhe unë i kam shumë qejf djem të ri, edhe fëmijët dhe kushdo që është lind në emigracion, edhe flet shqipën bukur, ruan traditën, por ka edhe kënaqësi, edhe në adrenalinën e vet, edhe rrymat moderne. Dhe jam me Ariel Tusi. Ariel, përshëndetje. Ja kënaqësi. Si naftove. Kisha qit me të njoftën. Gjithashtu, shumë faleminderit për janës tone. Edhe kisha shumë kënaqësi edhe me të njoftën nga ofër. Janë në momentin që realizuar si me ta thonë, si për herë të parë, si intervistë. Pak emocione me thonë drejtën, po. Pse do të kesh emocion? Pse me thonë drejtën. Dhe një artist ka emocion në skenë. Gjithashtu, gjithmonë një artist ka emocione. Okej. Edhe vite me vite, eksperiencë, prapë, adrenalina dhe emocionet nuk ndalohen. Nuk ndalohen, po. Jo. Mirë, shiko tani, që të jemi për publikun, njerëzit të njohin kush është Ariel. Arieli është një djalë nga Mirdita, me origjinë të vjetër, nga Spaqi. Nuk e harron Spaqi. Spaqin, se harron. Më ka tregu babai, e më ka tregu dhe mami, bukuria dhe ardjani. Përkohë që ti ke lind në? Unë kam lind në Kret, të Greqisë, në Irakion quhet, po qysh se kam lind e deri më tash
jam rrit vetë me gjuhën shqipe edhe duke mësuar prejardhjen time. Edhe deri tash si kam harruar ato sene, për ditë të mësu gjëra tjera duke pyetur gjyshen, babin, mamin, i harroj. Po, shikojtë, të një artistë që ta dinë tjerë kështu. Përgjithsisht ata që janë trume moderne, do të marrin më shumë për shkak po ti vesh edhe këtu ja, edhe këtu brenda. Kanë më që të jenë trendi për publikun e huaj, ato kanë për shkak hip hopin, rapin, e tjerë më radhë, duket sikur s'ka ndonjë lidhje shumë fort me vendin. Ndërsa te ti shoh që ka diçka ndryshe. Jo, me të drejtën, rrymë ime si munohem unë tash është hip hopi, rapi, po këngë popullore edhe ballëzimet popullore i njoh, edhe më pëlqejnë, edhe sa herë enjoy, unë kënaqem duke kërcyer ose duke kënduar këngë popullore, edhe unë kënaqem me ato këngë. Nuk jam një artist si kam vetëm rrymen time, se nuk dihet, ndoshta nesër mas nesër, ose në i bashkëpunim, ose diçka e tillë me një gjë popullore, janë shumë gjëra edhe këngë të mira, se shteti jonë ka shumë, se edhe jam prit edhe me muzikën e grekur, po prap volumin edhe kënaqësinë si tjetë muzika shqip nuk ta jep kënaqësinë as shumë si ma jepte për shembull edhe këngë greke. Edhe duke u rritur me këngë popullore, unë nuk na lej duke i ndëgjuar. Edhe duke bërë rap. Edhe duke bërë rap, jetë. Okej, do të thënë sepse nuancat, domethënë jo thjesht melodia, modusi, domethënë para shumë i ka vektore, një farë mënyrë ku shohim gjithë këto rap, më kujton disa këngë tjerë para 100 viteve. E kanë këtë lloj, e kanë pasur këngë shqiptare, janë interesante këngë shqiptare. Janë mësojnë domethënë edhe për muzikën moderne, apo? Ja. Okej, kur e ke filluar muzikën? Unë muzikën e kam vazhdu, muzikën gjithmonë e kam pas qef, po kam pas ata turpin, si me ta thonë. Për medale, kisha pak turp, po me njerëz të mi gjithmonë kënosha edhe popullore, edhe kënosha edhe rap, edhe i u habitëshin, edhe duke munu tash me frizu të më thanë, vazhdoje mos ki turp, njëna tjetra. Publikisht kam vazhdu tash 3 vjet, si publikoj rrjete sociale. Kryesisht në YouTube. Në YouTube, në Spotify gjithkohë. Në TikTok, në Instagram gjithkohë. Edhe je gjithandej. Domethënë me çfarë emri artistik je? Që njerëzit emri im artistik është Loner. Loner, po. Në anglisht quhet i vetëm, se tash duke emigru në një shtet, të duket i vetëm. Duke emigru në një shtet, tash nuk kur s'ke pas mbështetje nga shteti ose nga populli si ka qenë atje në Greqi, u dukshëm si i vetëm, Edhe i gjeta këtë, edhe duke dëgju artistat e huaj, Eminem e këto gjërat, edhe albumet i ngjosha dhe më pëlqeu si emër Loner. Edhe kam vendosur si emër artistik. Tash je tutje veç. Pra, kurdo që du ju ta ndjesni Loner, emri artistik, do gjin nga Spaçi, Bajraku i parë i ditës ka qenë dikur Spaçi, pastaj e mori Europën. Kështu është krenarie, okay, si ditë ti ka thënë babi këto. Okej. Çiko tani, atje domethënë ti bashkëpunon me njërin për shkak? Ke në një postar tjetër atë? Tash për tash bashkëpunoj me një çun. Çunja e quhet DJ Bojan, po, emri artistik. Ai është producenti, edhe ai është shqiptar. Ai edhe shqiptar, edhe ai lindur, edhe rritur në Kretë edhe ai. Nga Elbasani. Origjinë nga Elbasani. Po. Po punojmë tash 3-4 projektet e fundit kam punuar me atë çunin. Po. Edhe është një projekt i ri si po vjen tash këto muaj të orshëm, është me i artist prap shqiptar. Origjinën e ka dhe ai nga Elbasani, i lindur edhe ai e rritur në Kretë, edhe mezi po presim të shesim projektin e ri. Para se të shkemi ke projekti, sepse ne po bëjmë thjesht në atë tani bak, po njerëzit duhet ta dinë se kur është ky Loner. Çfarë ka këtu? Domethënë çfarë karisi ka, çfarë zëri ka? A ja vlen me ligju, me ndjek ose ndjek? Fatikisht, kur unë e pash, sepse më pëlqeu se mamaja jote më foli për ty, ta kam djalin kështu. E normal, si janë mamat edhe prindit duhet të kenë mbështetje dhe unë i falenderoj që gjetën edhe mua që t'jap një mbështetje djalit dhe fëmijës, unë tani i kam shumë qejf. Sa një gjova,
kësaj një gjohë, ju thashë dhe disa këngëtarëve. Një gjeni këtë djalin, ka talent, dhe ishe mirë. Ajo, si e kishe ajo këngë? Kënga e fundit që ishte publiku ishte anglisht dhe shqip, se shqipen mundohen gjithmonë me i pasë për këngë. Ta integrosh. U qute ilegale, po. Ishte projekti jo një funit, ajo ishte zhvillu në Krep, si videoklip, po produksionin e kishëm bon këto, në Kosovë. Ajo ishte projekti jo një funit, ilegale, u qute. Është anglisht më shqip. Okej, mund ta pëlqy. Tani nuk di sa do u pëlqej njerëzve. Edhe kur të më shkruni, po më thoni saktësisht, ju pëlqeu as ju pëlqeu kënga, por shumë që do japim tani. Ta ndjekim këngën. I've been a girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Syriana, menen me kalusi me papi marijuana. I've been a girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Syriana, menen me kalusi me papi marijuana. This whole thing illegally, big bomb cannibale. Shiki mos e nale, when you drop it down shpërtan si bomba atomikale. Illegal, sa her po e shof nihem pa normal. Tipikal, pyth në soja sweet si kur tropical. Pretty girl, qia trupit soj si kur kimikal. Kur kalo për mas, bom, thërëm kritikal. Kriminale, s'po manin zëmër për pare. First class trip top fare, Black check sta baby we go internazionale. I've been a girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Syriana, menen me kalusi me papi marijuana. I've been a girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Syriana, menen me kalusi me papi marijuana. Mirë, tani, kjo është këngë e bukur, absolut, mund ka një gjithë. Edhe shiko, ka një gjënë, unë shoh militor, këngëtar, artist militor që e kanë, nuk e di, është genetike nga se ka ardhur, do më që edhe rapin, edhe hip-hopin, edhe rockun, për shembull rockstar, më i famshëm shqiptar është Eugen Bushtepa. Geni në skenat të rëshenjën ka dalë. Edhe në hip-hop kemi Hitman Rollën, të shkëlqyer fare, nuk po përmend dhe këngëtar të tjerë, se ke sa të dushtu, që janë militorë, shumë interesant domethënë. Kjo nuk e di, është thashë edhe herë, mund të jetë gjeni jonë, ëh? E bukur. Se nga herë ne na quajmë kështu, ne na quajmë thjesht në qiteli. Jo. Mi po dhe qiteli ne e temperojmë. Me të thonë drejtën, Shqipëria me trendin e muzikës, mund të thomë se është numër 1 për ta shihim tanë botën. Ja, më tanë botën? Tanë botën. Ja. Kënë artista si janë digju në tanë botën. Tanë botën edhe kanë kritime si një artist grek, si ta ja për shembull nuk i ka. As nuk i ka shanset mi po. Mi paska sa janë... Se nuk e di, edhe gjuha jonë ose muzika jonë është e ndryshme edhe është diçka si ju pëlqen ke veshi i publikut. Edhe ju pëlqen. Ka muzikalitet, do me thënë që të futet shpejt në shihet globale, po thëmë jo thjesht, po futet shihet e mund të thëmë se Shqipëria për muzikë është po është internacional. Interesant. Tani marrëm këti projekti i ri, me atë djalin nga origjinë nga Elbasan, po këtë projektin ku e keni punua? Atje do mos si vi melodike, si çka keni? Projektin vija melodike na ka bë Ky Vogjendi, po, ky djali, edhe me artistin si kam për të bërë bashkëpunimin, është vllai i këtij djalit, producenti. Tashi për tashi do t'jetë rasti i parë si do dalim publik, s'ka publikua si sen, as emrin artistik se ka ndru halo, edhe tashi emrin artistik ati qunit keni për t'a pa kur dali projekti, edhe instrumentalin edhe tekstet i kena punu aty, edhe kena ardhë në Shqipëri e kena kompletu me studio, incizime do kryer. Incizime i keni bërë këtu? Në Kosovë. Në Kosovë. Është mirë Kosovë, Prishtina, është mirë, shumë mirë. Edhe si vend edhe. Po, edhe nga pikojnë teknike, nga shumë. Janë shumë. Gjithë edhe në orkestrim, masterizime. Në Shqipëri ke edhe shumë artista edhe shumë djemë si janë talenta për muzikë ose për producim.
ose për videomaker si ke janë shumë të mirë, po në rasti si këtë rallë me shkruan të sot. Po, edhe që i shumë. Atëherë, ku mund ta presim këtë projektin? Për tashi projekti mund të arshëm sa më shpejt, me të thënë drejtën. Sa më shpejt. Sa më shpejt. A mund na nxjerrësh në detaj të vogël shumë do të na bësh Detoja e vogël është se do jetë një këngë shumë e mirë, shumë catchy, si me ta thonë anglisht. Po. Catchy do me thonë do të jetë diçka si do të ngelim tonë. Po. Edhe munona sa më shumë të bëjmë diçka ndryshe, diçka më international. Po. Edhe avash. Okej, ti je në rap aty? Unë jam vija ime... Vijë melodike, apo je Jo, vija ime është edhe në rap, edhe ca fozat vogla në refren. Në refren? Po. Tash refreni është badigel u e shqipendova. Tash avash do ta nxjerr. Okej, bashku. Po shumë bukur, po i gjatë tjetër që çka ke qenë në ato diçka që kështu lart. Kemi live, në do i gjë bukur në ato që si e kënon në përshti, e kënon në ambiente, e kënon për që. Tash janë këngë ndryshe si mund të thoj në përshti, po edhe këngët e mia i kënoj. Edhe kënga e fundit si ta publikuar, ishte e mirë, ishte e bukur. A beni ngjarë kontinona, ku politi meritona, light skin Siriona, menën ma kalusi me papi marijuana. Tekstet i shkruaj vetë i tekstet? Tekstet i shkruaj vetë. I kompletoj vetë. Bravo. Me thonë drejtën, ma shumë del me shkruaj tekst, si unë i rritë e le aty edhe s'mdel, po e preferoj ma shumë si të kënoj shqip sa me kënë ngërësisht. Po e kam të ju tekstet tani, a i shkruaj shqip, a i shkruaj ngërësisht? Jo, direkt i shkruaj shqip. I shkruaj shqip. Pastaj kur jam për anglishtën e shkruaj në anglisht. I shkruaj anglisht. Jo, nuk e shkruaj për shembull greqisht me metafrazuar shqip. Po direkt shqip. Okej. Dhe anglishtën, se s'ke, atëre ai që këton hip hop, këton rap, është e pamundur vetë kemi si anglishtën ti e uj. Por një lloj si greqishtën edhe si shqipën, pra. Tre gjuhë, domethënë tre inteligente interesante në anën vokabulare, domethënë në anën e folur, fantastike është kjo. Bravo, i talentuar. Shiko, ka të dinë që realisht unë do të pas dëshirë që kisha parë edhe në koncerte në Shqipëri. Po edhe në letë. Edhe për shembull shiko, unë duhet që te intervistë dhe dërgoj edhe Flamur Tokës. Flamuri është miku im, artist shumë i mirë. Dhe dal nga dalë, unë të marrë përsipër një gjanë që kam bashkëmen që do ta them këtu te turizmi i Arbrit, që në një moment absolutisht do të bëj disa këngë të tjera unë edhe këtu në Mirdit, po edhe në Lezhë dhe jem gati që të të ndihmoj që të bëj një recital me këngët e tyre dhe pati shoku tanë që ke aty. Okej. Tani unë falenderoj shumë. Gjithashtu. Edhe unë duhet që t'ju bëj prezent njerëzve edhe familjen tane. A mirë? Atëherë shumë të shkoj aty. Edhe kënaqësi që ka gavofer, edhe suar i herë protestat dhe ditimore për çdo njeri, edhe shumë faleminderit për janë tonë, edhe respekte. Sa gjeni mirë atë më ja. A shkëm aty ke mami, ke babi, ke motra. Hajde. Si në folim jashtë të turizmi i Arbrit me Arielin, edhe unë të knaqja me të, do të t'ju prezentoj dhe familjen e tij. Adjani është babaj, bukuria është e ama, mami i Arielit, dhe është motra. Motra është Amelia, dhe Amelia, Amelia ti ke qef se ty ka ato rrymët moderne, i ke popullore, dhe ato. I kënon ato? I kënon që kënon në shumë? Që ka popullore? Të cilë s'ka një të qenë më shumë? Ka një stonë për në sënë. Të zonë sonë? Po ke të shqipë? Po, a të rinë e njerë poshë me t'lajnë? Nga ka rrastia. Si parë rasit, po në i bashkëtia, i bëjmë remix, po. I parë remix, bravo. Bukurie, ti jau ke nëzit, apo Ardiane, ku shau kanë nëzit, fëmijëve. Njerë ju falenderoj për një gjanë, sepse ne kam thënë shpesh herë që kam tratu fëmijë të ri që vinë nga migracioni, edhe që flasin shqip. Është shumë rëndësishme kur flasin shqip. Edhe unë do t'i falenderoj Ardian edhe Bukurie t'ju falenderoj për faktin që fëmijët tuaj flasin perfekt shqip.
jo keni edukuar me fokës. Radja? Ai një thoshe më pindë. Shumë falenderoj dhe ty, po edhe na nuk duhet të harru traditat, vendimjen, gjithçka që kena kaluar më përpara, nuk duhet të harru, për me hec para, po të edhe të hap në ato. I fola dhe i thash shumë me pyta, fjalën që këndon nga jeti, jam nga spaçi. Nga spaçi donë se avioni vetë ka sa vite keni hyrë në Lezhë? Kemi të vite që jemi në Lezhë, pra edhe unë është nga kudra spaçi. Po, 80 vite po. Fëmijë, gjyshe, baba, është rrit atje, pastaj në vështirësi, në kri, ku ishte puna, dhe në zhurët e tyne do mundohemi që mos i kurisim. Pra mendoj edhe një ky, dhe më thot nuk ky, se këta për shembull që lindin në jashtë, kështu, ta e kanë pak vështirë me kujtuar Shqipërinë, jo vetëm që kujton dhe e don, po kujton dhe Spaqin. Jo Lezhën ku i ka lineari, por edhe Spaqin. Dhe kjo është krenarie, të rush trashëgiminë e të parëve të rënjve është një mrekullim. Normal. Edhe bravo. Unë jam krenare, si jam editore, jam krenare nga villa, mesa, nga vendimja, nga gjithçka, raca ime, pavarësisht. Kjo vjen nga vështirë. Po, Ta dini bukuria. se e kam përjetuar dhe regjimin e përparë, nuk i harroj asnjë gjë, prandaj kam dashur me gjithçka, fëmijëve mi mësu traditat, gjuhën, çdo gjë. Pra, tani muzikën kush ja u ka injektuar më shumë? Muzikën e kanë traditë dhe gjyshi Arieli, djeli im, gjithmonë ka paraqitën disë, ka pak nuk, edhe nga ana ime, vllai im, mama gjithmonë Antoni. Pa Antoni se e shoh Antoni. Po, Ka qenë me me qifte grupet, lish ka qenë aty me grupet, si ka ka qenë pasur disa ekip, me grupet e Gjirokastës, edhe në dy prafat e ka shumë bukur, unë i falenderoj. Sinqerisht shumë kënaqësi e sot me 3 janar, domethënë po e quajmë akoma 15 vjetri, edhe du që me këtë rast ju bëjmë një të gëzuar të gjithë militorët që janë dhe gjithë ata të ri që janë jashtë në emigracion, edhe atje në Kret, shokëve arrivë, ju bëjmë një përshëndetje gjithë gëzuar. përshëndesim gjithë, kudo që janë shqiptarë dhe ju urojmë një vit marë dhe të mësuesaj. Gjithë shqiptarë. Faleminderit. Përshëndesim dhe ty. Me familjen Tusi. This whole thing illegally, big bomb cannibale. Shiki mos inale, when you drop it dash për tanë si bomba atomikale. Intelektual, fjallë të mija soku militeral, magical, floti kom si këtu sa recital. Animal, shtinan ka fas si kur papagall, dress so black si me kon funeral. Kriminale, s'po manin zëmër për pore. First class trip top fore, back and check sta baby we go internazionale. A beni girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Siriana, men ma kalusi me papi marijuana. A beni girl from Tirana, ti foli kejt maritona. Light skin Siriana, men ma kalusi me papi marijuana. This whole thing illegally, big bomb cannibale. Shiki mos inale, when you drop it dash për tanë si bomba atomikale. Materiali i dytë lidhet me një lloj gujdimi. Gujdimi bën pjesë në pasionet e mia, gujdimet artistike, gujdimet historike, gujdimet e panoramës, pra të anëve panoramike të vendit tonë dhe sidomos të rajonet tona që janë të këndshme. Po është një gujdim ndryshe, nuk kam më tani as të huaj, as vizitor të vendit të rritur, por janë një grup fëmijësh 5 vjeçar i Kofshit Trashenit. Edhe në një kremtim të përvjetorit të shpalljes së pavarësisë, pra nëntor, unë kam bërë një bisedë të këndshme atje, kur vazhdoja të isha akoma në punën si drejtuesi i kulturës, edhe kemi bërë një bisedë shumë bukur me fëmijët, u kënaqa me ta, por më habiten domethënë se edhe fëmijët saj moshe dhe du t'i përgëzoj, t'i përshëndes dhe institucionet parashkollore, kopshtet, për punën që bëjnë me fëmijët, sepse në fund që aty fillon dhe ngjizet dashuria për adheun, dashuria për vendlinjen, mësojnë, tashmë nuk është si dikur, por mësojnë edhe për të shkruajt madje,
edhe për të numëruar, për të shumëzuar, për të pjesëtuar, natyrisht për kaq sa është kapaciteti i tyre në programet që kanë step by step ose hap pas hapi. Ndiqni këtë bisedë të lirshme që jam munduar të bëj me fëmijët 5 vjeçar, nuk është e lehtë të bisedosh normal me moshën e tyre, edhe aq më tepër për tema historike, por është shumë e këndshme. Unë jam kënaq në ato cicerima që kanë ato, në ato gjëra që bëjnë aty, sepse kanë manin për ditë gjithçka, por për të prek gjithçka, kështu që edhe ky kujdim është nga kujdimet speciale, domethënë, që mua më pëlqen shumë, sidomos puna me fëmijët, me trit e me radhë, ndishjet e materialit e dytë. Në çfarë muaj jemi tani? Muaj nëntor. Çfarë festojmë ne? Çfarë Shqipëria është? Flamurin, ha? Pra, kur është ngrit flamuri? Me datën? 20 pra është ngrit flamuri. Edhe kjo quhet shpallja e pavarësisë, ha? Pavarësisë, a mbani mend këtë? Është edhe datë tjetër, edhe 29 nëntori, çlirimi i vendit. Dakor? Pra kemi 2 ngjarje të mëdha. Atëherë, ju i duhet pa këtë. Jeni pa këtu? Si u duhet ky burri këtu? Mirë. Ky shikoj, ky ka qenë prit. A shikoni, a vjen këtu gjithë bashkë, ta shohim? Ashtu. Pra. Shikoj tani. Nuk e di, a kanë spjeguar edhe se kush e ka ngritur flamurin? Apo na akoma? Ismail Gjemali. Po, kush e ka ngritur flamurin në dorë? Ismail Gjemali. Brava, Ismail Gjemali ka ngritur flamurin në Vlorë. Dhe nëse keni gjuhë herë, nuk e di, bane improvizimin që e bani atje, duke recitu, edhe duke sjellë se si është qëndis flamuri. Kush e ka qëndis flamurin? Jo, mirë, sot poj, dakor, dhe qëndisi nuk kush e ka Mari Goja. Dhe pastaj e ngriti flamurin e qëndisu nga Mari Goja, e ngriti plaku ju i Vlorës, Ismail Gjemali. Mi po Ismail Gjemali nuk ka qenë vetëm, se ka pas edhe do burra tjerë, pra do burra që ishën atletarë, mëdhej, ata. Kështu që duke i bashkuar ka burrat e mëdhej, nga jugu, pra nga Vlora, e deri në Kosovë e me radhë, ai mlodhi këto burrat e dhellë dhe vendosën me shpallë pavarësinë e Shqipërisë, edhe me ngrit flamurin, që ne themi ja si ka ky flamurin këtu, se e ka edhe në qeleshe, ky flamurin këtu, dhe ngriti flamurin më të bukur në botë. Ha? A keni pa që i kënë flamurin më i bukur në botë? Pra, u ngrit flamurin më i bukur në botë me 28 nëntor 1912. Atëherë, po Mirdita jonë, a ka pas burrat mëdhej Mirdita jonë? Ha? Si mendoni ju? Po ata sërgjyshit tanë, po ka pas Mirdita. Ne kemi Abat Prendoshi. Ky është Abat Prendoshi, pra është një skulptura Abat Prendoshi. Abat Prendoshi ka qenë një koshëm me Ismail Gjemalin. Abat Prendoshi udhëhoqi lëvizjet e para anti-osmane, anti-osmane për të sjellë çlirimin e Shqipërisë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Por ka dhe gjë tjetër tani ta përmendim Abat Prendoshi. Abat Prendoshi është nga Rubiku, nga zona Rubikut. Por ka qenë drejtuesi i kishës në Rosh. Dakor? Ka qenë në Rosh. Edhe kjo që pam këtu, po dem resh e kompaneli atje i Oroshit. Kisha e famshme e Oroshit. A shkojnë në jep e kisha ju? Po. Edhe u pëlqen, ha? Okej. Mirë po, shiko tani. Abat Prendoshi ishte njëri i ditur. Ishte shumë i ditur. Dhe Abat Prendoshi hapi edhe shkolla, shumë shkolla. Ndihmoi në pavarësinë e Shqipërisë, por mbi gjitha Abat Prendoshi, ta mësoni ju më vonë, Abat Prendoshi me shoqërinë Bashkimi, kështu quhej në kohë që ishte në Shkodër, na bëni një punë të madhe kombëtare. Se vërtet Shqipëria
mund të shqirori e shpallet për pavarësia, po për të bërë një kombi mirë, çfarë duhet bërë? Duhet me mësu. Atëherë, ne flasim, pa mi thoni disa shkronja këtu sot, mi thoni disa shkronja këtu? Bravo, e digin vetë alfabetin këtu. Bravo. Tani e di çfarë ka? Ky burri këtu, me propozimin e tij, dhe shoqërisë atyre burrat të mëdhenj që drejtohen te ky, na la shkronjat e alfabetit. Pra na la alfabetin me cilin ne flasim edhe shkruajmë, se ju a dini me shkruajt ato ana, a dini me bën aty? Pra ato ne do t'ja dim për ne këtij burrit. Pra dhe njerë, më thoni kush ishte? Abat? Prendoshi. Thoni tani këtë bashkë. Falenderit Abat Prendoshi. Bravo, shumë bukur. Kemi pa ju në fshatin, nga vidhja. Ara sipër, çka ka sipër një shenjë. Po shitë pak atë shenjë. Çfarë është ajo? Kjo simbolizon, domethënë, thot me fjalë të thjeshta historinë e stërgjyshërve tanë, nga cilët ne rrjedhim, mirditorëve të famshëm, të cilët e kishin kullën në majet kepit, e s'kishte shka me i bon, as krali, as mreti. Se dishin të më frëngji me push. Kjo është historia e parvetare. E kemi rujt e të kulturën, veshje, traditat, edhe këta këtu. Edhe këta këtu që është simboli këmbanore, sa keni në gjupë mëllën që bjena t'i ke kisha kërëm. Ajo është atë. Ndishe tani, ndishe piktorin, çfarë thotë gjatë çdo gjë? Ka e shef të vizatoje të piktorin. Të gjithë, të gjithë, të piktoroni të vizatonin. Të janë gjagje është piktori, të janë disa pjesë nga natyra jonë që në rrethon e përditshmja, kush e ka shëtit qytetin, ju keni shëtit bashkë me mësuesin e keni ra, rrethat e keni pa pamje të bukura. Këto janë disa që unë i kam pikturu nga, këto e keni parasysh atë pallatin Marpakishës, që është atë ky zalli këto që kalon të mrapa. Keni kalu brihan. Aja është në një fush atë nga Tarari, ma lartë atë në brejka të. Shkasha, jo delja, lopa, qëtë. Më të janë fruta të stimës, janë bostani, janë shegët, janë mollët, tojnë. Ati është lagja re, kush ka nërta shpinë a ju, lagja atje si për ke e tërmeti. Mos e përgjë. Sot kam fide e kopshit këtu. Edhe gjëja ma shtirë dhe të ndrejnë është me bongu i të fide e kopshit. Nëndëreza! Po, Nëndëreza, brava, shikri. Janë shumë përreshtarë me pashtë. Që Nëndëreza? Në fakt me e filu i një Që Nëndëreza? Që bëjmë gjëra mundale. Që me prejkë gjëra të mëllë. Në lartë e zyra mundë. Okej, mirë, atëherë ta fillim muhabetin bashkë. Okej, po e pyes. Ç'është kjo? Ha? Ç'është kjo? Ky kali me princesha, kjo është nusët militore. Princesha kanë qenë tamam, nusët militore kanë qenë princesha historike. A ju pëlqen ndeshja? Shumë e bukur.
Edhe ka një po edhe që është ajo tjetë? Okej, shërë. Vedia që mund të ato shiko ka të gjohë. Unë të tronë të asante. Ja, më përmendën te. Kjo është me vjetër kjo, se ma arbrit, është me vjetër. Po këtu, shqiponja arbrit, 800 vjetë. Imaginit 800 vjetë, ha? Se kur e tha me mikën e flamurit, 1912, 28 nëntor, mi po ne kemi pas shqiponjën shumë të hershme mirë dita, ja kjo këtu. Edhe shime këtu vemre kemi këto, bedenat e kalas, e tjerë, do t'i mësoni pak më vorë. Po mund të kërë se e pak më vorë. Qa që tjeti jam shtot kërë. Në fakt kjo shtoka katedralja e Mudetës, shikon e nu e shimë. 5 vjeç janë këto, shi, e di me te. Edhe kur të rritëm ju do shkoni gjithandej për t'i parë dhe kishën. Okej, aja, i më gjërë pra pi, ne me këto mëse të mirë. Ta më pysin qash këtë guri. Unë si ka u sfidoj këtyre. Se këtë guri vjen nga muri i Berlinit. Pra i më gjërë shfarë vlerë e ka. Pra kur është pesh muri i Berlinit, është këtë muri i pra më të të shi. Ku është teshi, ku? Cili? Po qishti pashe, ma bje Karolinën, ma je pak edhe, shiko. Mirë, unë shiko, këtu është teshi. Dakor? Qa që bëjë dhuratë në pive? Pojë pra, okej, ka qenë vidi, po brava, ka qenë vidiri, sa bugre dirë që ka qenë vidiri. Unë tani, grupi tuj, njëgjori pak, grupi tuj tani, unë s'kam qa dhuratë t'ju bëjë, një dëgjë tjetër do kisha shumë kënaqësi, po do t'ju dhurej këtë. A t'ju dhurej këtë Karolinën? Kush është përgjegjësi i grupit? Kush është? Ha? Ma thoni ju, si t'ja? Tani e t'gjatë. Më të voglit grupit. Do të respektoj. Quna, dhe që ma shumë quna, do respektoj një bajë. Fotografia. Okej, aparati ja u them edhe aparati pastaj, u flas për to. Shiko tani. Ja, edhe njerë, am digjoni pak, më digjoni. Si, një nga bëj, ja kjo. Ja bom dorat. Shiko, vajza, quna, respektoni vajza, që ke shumë bukur. Okej, tani, një më të regoj mu Gjamadonin, prit, su më merëm shumë me punë me këto gjona, me veqe. E quna, e di që një shumë. Këtë Gjamadonin, ta shkojnë pak këtë Gjamadonin, a na hesh pak edhe eshin pak. Mirë. Shqip tani, okej, kjo është karta. Arda e Shqipërisë. Ja, kjo është një sajti e bukur. Edhe kjo? A do në kjo vore dhe te unë? Ate e një shumë. Kujë? Edhe kjo, bravo. Edhe je, shqip një hartë një jarë. Po du kemi, shikore, e di që më bajnë. Du kemi një disham suvenirës të më në do kjo për do i mari ke shko, ati ke klasa, ke grupi ku jemi ju. Tani, a klasin pak për te? Shikore, Gjamadonin. Edhe je. E lomën dhe se nuk ju për shumë bravo. Po do një gjori pak më këtu tani. Klasin për te, për gjupin. Gjamadonin. Se ju keni edhe tirsh. Vesh, ja ku janë tirshit, kush është si qutë të? Që merë? Brez. Mishit tu, dakor, misha. Edhe Gjamadonin, i cili ju keni bëjë gjoa shumë mirë. Se, i keni marrë Gjamadonin me shfarë kemi këtu? Qa kemi këtu? Shqimë këtu? Njëre prët. Pra, këtu kemi Shqipojën dhe ju e keni respektu shumë bukur Shqipojën. Okej, vishe ta njëri prapti. Gjopat, se më keni bëjë pytje. Më keni bëjë pytje ju. Më thonë mu, shko që më thonë do. Qa është kjo këtu? Edhe ti qa është kjo? Foto? Shiko, ju i një të veqit, 5 vjeç. Pastaj do filloni klasë parë, apo? Ashtë. Mas i përëni klasën e parë, vazhdoni klasën e 2, marrëni shkollën 9 vjeçare, po në gjoni pak. Dhe pastaj do shkoni në gjimnaz. Pastaj, a do ndali vetëm me kaq ju? Jo, do shkoni në shkollë të lartë, apo? Që mbaroni. Edhe për çfarë doni mu bëj ju, për shembull, thoni mu, ti për çfarë do mu bëj? Çfarë do bash? Kur të rritesh. Ha? Çfarë do bash? Inxhinier, mjek, jurist, çfarë? Çfarë pëlqen? Mësues, çfarë? Ha? Futbol. Ti futbol, okej. Futbolist, mësues. Jo, mu e polic. Polic. Po marrë shkolla lartë. Polic. Të rresh.
Doktoresh. Doktoresh, ai shini këto. Ky futbollist, okay, doktoresh, do të mbaroni shkollën e lartë. Por me mbaru shkollën e lartë do të më shkruaj deri kjo diploma. A e kuptoni tani? Kjo është diploma ime. Është diploma ime. Unë kam marrë mësues, pastaj gazetar, a kuptoni? Edhe ju falenderoj edhe çështu. Ky është jo laptop, është kompjuter, laptopi është që merret me vete. Ky është kompjuter që rrin zyra, e kupton? Pra në zyrë ose një kontejner në për. Si laptopi hapet në ndyrë. Bravo, laptopi hapet në ndyrë, po duhet me mësu të laptopin, ndaj me dalë ju. Me mësu, edhe telefonin me mësu. Por, jo me ne gjikon, duhet me lexu më shumë. A jeni dakord? Që ju shkoni ke diploma, që shkoni ke diploma. Që shkoni ke diploma. Tani, më keni pyet pak për këto. Kjo të rrit pak të fotografi? Kjo është podrëshe. Kjo është katedralja. Atje sipër jemi qyteti Rëshenjtë, e shihni atje? Tu jemi te kisha Exhiqit sipër. Tu jemi në Tarazh, te kisha e Tarazhit. Tu jemi ndërfushas, tu jemi ndërfushas. Ja ku kisha ndërfushit. Ky pyet nuk. Kisha Oroshit, ja tash pak kisha Oroshit, dhe u kam thënë. Pa t'ja shumë pra, ti mori me radhë. Tu jemi nullë, si sa bukur është Ulza, shini sa bukur është Ulza? A e kupton? Si sa e bukur është Rëshenjtë? Tu për shembull, tu jemi në Shkopet. Shkopeti dhe Ulza janë dy hidrocentrale të para. Unë e kam shpinë shto. Ku shto? Ku vjen? Në Shkopet e keni? Në Shkopet? Unë e kam Shkopet? Ti e gjen Tarazh? Okej, ku ishte Tarazhi? Po më gjen Tarazh. Sheko ka ura këtu. Tani këtu jemi, shiko tani, këtu jemi në koncerte që kemi bën në Tiranë. Shiko artistët tanë, të ansamblit, i shihni këtu artistët, edhe i bën koncerte në skenë, koncerte. Tani të shohim. Po Emil, do t'ju tregoj ata. Do t'ju tregoj unë. Tani këtu, Kalamaja, shihni tani këtu. Shihni ja. Për shembull, kjo kush është? Gjyshja. A dini për ka është kjo, nga ndërfursi? A ka në një nga ndërfursi këtu? Po, Aroni. Ku kush E vogli, Aroni. Aron, si Aron? Ja, gjyshja Martinja Tusi. Nga ndërfursi është, e ne ban robët, që ka robët tuja, e i ban Martinja edhe zejtarë si puna Martinës. Dakor? Tu është një veshje burrash, ku është burri këtu. Tu është prapë gjyshe, si, a i do një gjyshe kjo më? Bravo, ashtu. Shitu kemi veshje nuse, kemi edhe veshje tjera. Dakor, i shojmë ta. Okej. Tani më keni bërë pyetje këtu. Tani më keni bërë pyetje këtu. I marrim këto. Kjo është çfarë instrumenti është ky? Qetelia. Kush i bie për ju? A keni filluar? Unë. Se duhet të rani instrumenteve popullore. Bravo. Jo, kjo kisha e Rubikut. Kjo këtu është kisha e Rubikut. Ka qenë. A ti libur e sa një që shkoni poshtë? Unë e kam pasur në shkullë. Unë e kam Tani këtu, prit, ku sipër. Shikoni pak këtu. Shti si kanë qenë të parë tonë, janë parë në 100 e sa viteve. Ja, shihni. Janë burra që shkoshin në luftë atëherë me sjell shirimin e Shqipërisë. Edhe me shpat pavarësinë pra jo. A ma mbajtet me nga Batdoshi që u thash? Tani, tu ja ku është Batdoshi, ja. Në rosh, shihni Batdoshin atje? Dhe po të shoh është bashkë me i prift tjetër. Janë tërë prift të bashkë. Tani shihni të tri, Kalamaj, shihni të fëmijë? Pra mendoni ju para 120 viteve dhe Batdoshi kishte afër, por Batdoshi i mësoi me shkruar me lexu. Batdoshi, pra ne jashtë, pra jo përmend Batdoshin, që është figura e madhe e religjës sonë kombëtare. Mirë? Ashtu, tani ai më shpat është princi i një ditës, dikur ka qenë princi i madh. Sot për shembull, Po ishte princesha. Ajo është ama e princit.